Tërmeti me magnitud 6.1 Richter që tronditi Turqinë mbrëmjën e së hënës ka shkaktuar panik dhe kaos te banorët. Mediat në Turqi raportojnë se në panik e sipër, disa qytetarë u hodhën nga balkonet e tyre, si pasojë 22 prej tyre u plagosën. Ka qytetarë që në panik u hodhën nga balkonet dhe pëstuan lëndime të lehta, tha guvernatori i provincës Balikshir, Ismail Ustaulu. Siç informoi ai, 22 qytetarë janë shtruar në spitale, 4 prej tyre kanë dalë. Ndërkohë shumë njerëz e kaluan natën në makinat e tyre dhe jashtë në rrugë. Tërmeti i fuqishëm rrëzoi gjithashtu 3 ndërtesa të braktisura dhe një dyqan, tha ministri i brendshëm Berlikaja. Sipas tij, ekipet po kryejnë inspektime në vend për të identifikuar çdo problem. Tërmeti me magnitud 6.1 Richter është i dyti më i madh i regjistruar në 3 muaj me qendër në qytetin Sidirxhi në Turqinë Perëndimore dhe u ndjen në ishujt e Egeut të Veriut. Sismologu turk Sener Usemezou, duke folur për CNN turk, pohoi se tërmeti është një vazhdim i së njëjtës sekuencë. Një çarje 15 kilometrash ishte thyer duke vazhduar drejt jugut dhe një seksion sipërfaqësor afërsisht 100 kilometra e gjatë ishte qartë, tha ai, duke shtuar se kjo nuk ishte një pasgoditje, por një tërmet i shkaktuar nga dridhja e 10 gushtit. Lëkundjet pasuese po shtren vazhdimisht në jug drejt një çarje të re, argumentoi ai.